Yjet nuk zhduken ditën. Kjo është iluzion. Çdo yll që shihni natën ekziston në të njëjtin vend edhe në mesditë, duke lëshuar të njëjtën dritë, duke djegur me të njëjtën intensitet që ka djegur për miliona vjet. Por ju nuk i shihni dot. Jo sepse ata pushojnë se ekzistuari, por sepse dielli krijon një perde aq të ndritshme sa e bën të pamundur perceptimin e tyre. Imagjinoni se përpiqeni të lexoni një letër me shkrim të hollë në një dhomë plot me drita stroboskopike. Shkronjat janë atje, letra është në duart tuaja, por syri juaj nuk mund t'i dallojë ato në mes të përmbytjes së dritës. E njëjta gjë ndodh me yjet. Ata janë atje, por atmosfera jonë, e mbushur me grimca ajri që shpërndajnë dritën diellore, krijon një qiell blu aq të ndritshëm sa e zhyt dritën e yjeve të largët. A është kjo thjesht një kuriozitet optik? Apo diçka më e thellë, një mësim se realiteti nuk është ajo që shohim, por ajo që ekziston përtej kufive të perceptimit ton? Çfarë tjetër ekziston rreth nesh, e padukshme, e fshehur pas perdeve të krijuara nga vetë natyra e shisave tona? Kjo pyetje na fton në një udhëtim filozofik. Sepse çdo herë që shikoni qiellin blu ditën, ju po shihoni një gënjeshtër të bukur, jo një mashtrim, por një kufizim të mënyrës sonë të perceptimit. Qielli nuk është vërtet blu, ai është transparent, por drita e shpërndar e bën të duket blu për sytë tanë. Dhe yjet nuk zhduken, ata thjesht humbasin në shkëlqimin e diellit. Çdo herë që hapni sytë në mëngjes dhe shihni qiellin e kthjellët, ju po përjetoni të njëjtin fenomen që ka munduar filozofët për mijëra vjet. Realiteti nuk është ajo që duket. Bota që perceptojmë është vetëm një version i filtruar, i kufizuar nga shisat tona, nga mjedisi ynë, nga vetë natyra e ekzistencës sonë. Ne jemi si peshq në një akuarium, duke parë botën jashtë nëpër ujin që na rrethon. Uji shtrembëron imazhet, krijon ngjyra që nuk ekzistojnë, fsheh detaje që janë atje. Por ne nuk e dimë se po shikojmë nëpër një filtr, sepse kjo është e vetmja mënyrë që kemi njohur ndonjëherë. Shkenca është përpjekja për të hequr këto filtra, për të parë përtej iluzioneve, për të kuptuar botën ashtu siç është vërtet, jo ashtu siç duket. Dhe çdo zbulim shkencor është një hap drejt kësaj të vërtetë të zhveshur. Kur zbulojmë pse yjet janë të padukshëm ditën, ne nuk po mësojmë thjesht për optikën, ne po mësojmë për natyrën e realitetit, për kufit e perceptimit ton, për mënyrën se si universi fsheh dhe zbulon sekretet e tij. Yjet janë gjithmonë atje. Kjo është e vërteta e parë. Ata nuk shfaqen dhe zhduken sipas dëshirës sonë. Ata nuk i përgjigjen nevojave tona për bukuri ose kuptim. Ata thjesht janë, duke djegur, duke lëshuar dritë, duke ekzistuar në hapësirën e pafund, të pavarur nga prania jonë. Dhe kjo pavarësi është ajo që i bën aq të fuqishëm si një mësim filozofik. Universi nuk është i krijuar për ne. Ne jemi thjesht vëzhgues, të kufizuar nga shisat tona, duke përpiqur të kuptojmë një realitet që ekziston përtej nesh. Historia e kuptimit të kësaj të vërtete është një histori njerëzish që guxuan të dyshojnë në sytë e tyre. Në antikitet, njerëzit besonin se qielli ishte një kufi fizik, një kup e ngurtë që mbulonte tokën. Yjet ishin objekte të ngjitura në këtë kup, dhe dielli dhe hëna lëviznin nëpër të sipas një plani hyjnor. Kjo vizion ishte i qetë, i renditur, i parashikueshëm. Por ai ishte gjithashtu i gabuar. Aristarkus i Samosit, një astronom grek që jetoi në shekullin e 3 para Krishtit, propozoi një ide që e tronditi botën e tij. Ai tha se toka nuk ishte qendra e universit, por rrotullohej rreth diellit. Imagjinoni guximin e kësaj ideje. Në një botë ku gjithçka dukej të rrotullohej rreth nesh, dielli ngrihej dhe perëndonte, hëna kalonte nëpër fazat e saj, yjet lëviznin në qarqe të përsosur. Aristarkus tha, jo. Ne jemi ata që lëvizim. Kjo ide u refuzua nga pothuajse të gjithë bashkëkohësit e tij. Si mund të rrotullohej toka? Nëse do të rrotullohej, ne do të ndjenim erën e lëvizjes, objektet do të fluturonin nga sipërfaqja, yjet do të dukeshin të lëviznin në mënyra të çuditshme. Por Aristarkus kishte një përgjigje që ishte shekuj përpara kohës së tij. Nëse toka rrotullohet me një shpejtësi konstante, ne nuk do ta ndjejmë lëvizjen, ashtu siç një udhëtar në një anije të qetë nuk ndjen lëvizjen e anijes. Çdo herë që udhëtoni në një makinë që lëviz me shpejtësi konstante dhe mbyllni sytë, ju nuk mund të thoni nëse po lëvizni apo jeni të ndaluar, vetëm kur makina përshpejton ose ngadalson, ju e ndjeni lëvizjen. Kjo është e njëjta parim që Aristarkus e kuptoi 2300 vjet më parë. Por bota nuk ishte gati për këtë të vërtetë. Ideja e tij u harrua për gati 2000 vjet.
Vetëm në shekullin e 16, Nikola Koperniku e ringjalli këtë ide. Koperniku ishte një kanonik polak, një njeri i devotshëm që kaloi jetën e tij duke studiuar qiellin. Ai vuri re se modeli geocentric, ideja se gjithçka rrotullohet rreth tokës, kërkonte lëvizje të komplikuara, të çuditshme për të shpjeguar lëvizjen e planetëve. Planetët dukeshin se lëviznin përpara, pastaj prapa, pastaj përsëri përpara, një model që astronomët e quanin lëvizje retrograde. Por Koperniku mendoi, çfarë do të ndodhte nëse e vendosnim diellin në qendër? Menjëherë, gjithçka u bë më e thjeshtë. Lëvizja retrograde ishte thjesht një efekt i perspektivës, ne po shikonim planetët nga një platformë lëvizse, toka, dhe kjo krijonte iluzionin e lëvizjes së tyre të çuditshme. Ishte si të shikosh një makinë që të kalon ndërsa ti vetë po udhëton, makina duket se lëviz në mënyra të çuditshme, por në realitet të dyja po ndjekin rrugë të thjeshta. Koperniku ishte i frikësuar. Ai e dinte se ideja e tij do të konsiderohej heretike, një sfidë ndaj mësimeve të kishës. Kështu që ai e mbajti punën e tij sekret për dekada, duke e publikuar vetëm në vitin e vdekjes së tij, në 1543. Libri i tij, mbi rrotullimin e sferave qiellore, ishte një revolucion i qetë, një bombë me një fitil të gjallë. Galileo Galilei ishte ai që e ndezi këtë fitil. Në 1609, Galileo dëgjoi për një shpikje të re nga Holanda, një tub me lente që bënte objektet e largëta të dukeshin më afër. Ai menjëherë ndërtoi versionin e tij, duke e përmirësuar atë derisa mund të shihte detaje që askush nuk i kishte parë më parë. Dhe kur e drejtoi teleskopet e tij drejt qiellit, ai pa një botë që askush nuk e kishte imagjinuar. Hëna nuk ishte një sferë e përsosur, por ishte e mbuluar me male dhe kratera. Jupiteri kishte 4 hëna që rrotulloheshin rreth tij, një sistem diellor në miniaturë. Venusi kalonte nëpër faza, ashtu si hëna, gjë që provonte se ai rrotullohej rreth diellit, jo rreth tokës. Këto zbulime ishin një goditje për vizionin e vjetër të universit. Nëse Jupiteri kishte hëna, atëherë jo gjithçka rrotullohej rreth tokës. Nëse Venusi kalonte nëpër faza, atëherë ai duhej të rrotullohej rreth diellit. Galileo publikoi këto zbulime në një libër të vogël të quajtur Sidereus Nuncius, lajmtari hyjor. Libri u bë një sensacion, por gjithashtu e vuri Galileon në konflikt me kishën. Në fund, ai u detyrua të mohonte idetë e tij dhe kaloi vitet e fundit të jetës së tij nën arrest shtëpiak. Por ideja ishte lëshuar në botë dhe ajo nuk mund të ndalohej. Çdo herë që dikush sfidon një të vërtetë të pranuar, ai hap një derë që nuk mund të mbyllet më. Galileo hapi derën për të kuptuar se universi është më i madh, më kompleks dhe më i çuditshëm se sa kishim imagjinuar ndonjëherë. Pas Galileos erdhi Isaac Newton, një njeri i vetmuar, i çuditshëm, i obsesionuar me të kuptuarit e ligjeve që qeverisnin universin. Newton e kuptoi se e njëjta forcë që bën një mollë të bjerë nga një pemë është forca që mban hënën në orbitë rreth tokës dhe tokën në orbitë rreth diellit. Kjo forcë, graviteti, ishte universale, e zbatueshme kudo në univers. Çdo herë që hidhni një top në ajër dhe ai bie përsëri, ju po shihni të njëjtën forcë që mban planetët në orbitë. Çdo herë që ndjeni peshën e trupit tuaj, ju po përjetoni tërheqjen e tokës. Graviteti nuk është thjesht një forcë që na mban këmbët në tokë, është forca që strukturon universin, që krijon sistemet diellore, që formon galaktikat. E njëjta forcë që ndjen një fëmijë kur rrëshet nga një rrëshitse është forca që mban tokën në orbitë rreth diellit. Por edhe Newton nuk e kuptoi plotësisht natyrën e dritës. Ai mendonte se drita ishte e bërë nga grimca të vogla që udhëtonin në vija të drejta. Të tjerë, si Christian Huygens, mendonin se drita ishte një valë. Debati vazhdoi për shekuj, derisa në shekullin e 19, eksperimentet provuan se drita vërtet sillej si një valë, ajo mund të ndërhynte, të difraksionohej, të polarizohej. Dhe kur James Clerk Maxwell bashkoi elektricitetin dhe magnetizmin në një teori të vetme, ai zbuloi se drita ishte një valë elektromagnetike, një lëkundje e fushave elektrike dhe magnetike që udhëtonin nëpër hapësirë me shpejtësinë e dritës. Kjo zbulim hapi dyert për të kuptuar se si drita ndërvepron me materien, se si ajo udhëton nëpër hapësirë, se si ajo na lejon të shohim universin. Për ta kuptuar vërtet pse yjet janë të padukshëm ditën, duhet të zhytemi në mekanikën e dritës dhe atmosferës. Imagjinoni dritën si një lum i fotoneve, grimca të vogla energjie që udhëtojnë me shpejtësinë më të madhe të mundshme në univers. Çdo foton ka një gjatësi vale, një distancë midis majave të valës së tij.
Drita e kuqe ka një gjatësi vale të gjatë, rreth 700 nanometra. Drita blu ka një gjatësi vale më të shkurtër, rreth 440 nanometra. Dhe drita ultraviolete, që nuk mund ta shohim, ka një gjatësi vale edhe më të shkurtër. Kur këto fotone hyjnë në atmosferën tonë, ato fillojnë të ndërveprojnë me molekulat e ajrit. Atmosfera jonë është e bërë kryesisht nga azoti dhe oksigjeni, me gjurmë të gazeve të tjera dhe grimca të vogla të pluhurit dhe ujit. Këto molekula janë shumë më të vogla se gjatësia e valës së dritës së dukshme, ato janë në shkallën e 1 nanometri ose më pak. Kur një foton godet një molekul, ai mund të absorbohet dhe pastaj të rilëshohet në një drejtim të rastësishëm. Ky proces quhet shpërndarje. Por jo të gjitha gjatësitë e valës shpërndahen në mënyrë të barabartë. Shpërndarja Rayleigh, e emëruar sipas Lord Rayleigh, thotë se intensiteti i dritës së shpërndarë është i përpjekshëm me 1 mbi gjatësinë e valës në fuqinë e 4. Kjo do të thotë se drita blu, me gjatësinë e saj më të shkurtër të valës, shpërndahet rreth 16 herë më shumë se drita e kuqe. Imagjinoni një sallë të mbushur me pasqyra të vogla, disa pasqyra janë të mëdha dhe reflektojnë dritën e kuqe, disa janë të vogla dhe reflektojnë dritën blu. Por pasqyrat e vogla janë shumë më aktive, ato reflektojnë dritën 16 herë më shumë se pasqyrat e mëdha. Kështu, kur drita e bardhë e diellit, një përzierje e të gjitha ngjyrave, hyn në atmosferë, drita blu shpërndahet në të gjitha drejtimet, ndërsa drita e kuqe kalon më drejt për drejt. Kjo është arsyeja pse qielli duket blu. Ne po shohim dritën blu të shpërndarë nga atmosfera. Çdo herë që shikoni lart në një ditë të kthjellët, ju po shihni miliarda fotone blu që kërcejnë nga molekula në molekul, duke krijuar atë shkëlqim të bukur që e quajmë qiell blu. Por kjo shpjegon gjithashtu pse perëndimet janë të kuqe. Kur dielli është afër horizontit, drita e tij duhet të udhëtojë nëpër një shtresë më të trashë atmosfere për të arritur tek ne. Gjatë kësaj udhëtimi të gjatë, pothuajse e gjithë drita blu shpërndahet jashtë, duke lënë vetëm dritën e kuqe dhe portokalli. Kështu që perëndimi i diellit është i kuq jo sepse dielli ndryshon ngjyrë, por sepse ne po shohim dritën që ka mbijetuar udhëtimin e gjatë nëpër atmosferë. Çdo herë që shihni një perëndim dielli, ju po shihni të njëjtin fenomen që fshehyet ditën, shpërndarjen e dritës nga atmosfera. Por në perëndim, kjo shpërndarje krijon bukuri, ndërsa ditën, ajo krijon një perde që fshehyet. Tani imagjinoni se sa e ndritshme është kjo dritë e shpërndarë. Në një ditë të kthjellët, qielli blu ka një ndriçim prej rreth 3000 deri në 10000 kandela për metër katror, në varësi të lartësisë së diellit. Një yll i ndritshëm si Sirius, ylli më i ndritshëm në qiellin e natës, ka një ndriçim prej vetëm rreth 1 kandele për metër katror kur shikohet nga toka. Kjo do të thotë se qielli blu është mijëra herë më i ndritshëm se ylli më i ndritshëm. Është si të përpiqesh të dëgjosh një përshpëritje në një koncert rock, zëri është atje, por zhurma e përgjithshme e mbyt atë. Yjet janë atje duke lëshuar dritën e tyre, por drita e shpërndarë diellore është aq e fuqishme sa e bën të pamundur të shohim dritën e tyre të dobët. Por çfarë do të ndodhte nëse mund të hiqnim atmosferën? Çfarë do të ndodhte nëse mund të shikonim qiellin nga një vend ku nuk ka ajër? Kjo është ajo që përjetojnë astronautët në hapësirë. Në orbit, ku densiteti i ajrit është pothuajse 0, nuk ka grimca që të shpërndajnë dritën diellore. Kështu që qielli është i zi, madje edhe kur dielli shkëlqen. Dielli duket si një disk i bardhë i verbër, por rreth tij yjet janë të dukshëm. Kjo është një përvojë e çuditshme për astronautët, të shohësh diellin dhe yjet në të njëjtën kohë, në të njëjtin qiell. Është si të heqësh një perde dhe të shohësh botën ashtu siç është vërtet. Hëna ofron një përvojë të ngjashme. Hëna nuk ka atmosferë, ajo humbi ajrin e saj miliarda vjet më parë, nëse ndonjëherë e pati. Kështu që kur astronautët e Apollo ecën në sipërfaqen hënore, ata pan një qiell të zi me yje të dukshëm, madje edhe ditën hënore. Neil Armstrong e përshkroi këtë si një nga përvojat më të çuditshme të misionit, të qëndrosh në një botë të huaj, në një qiell të zi, me diellin duke shkëlqyer dhe yjet duke shkëlqyer në të njëjtën kohë. Kjo është realiteti i zhveshur nga iluzionet tona toksore. Kjo është universi ashtu siç është vërtet, i zi, i mbushur me yje, i mbushur me dritë që udhëton nëpër hapësirën e pafund. Çdo herë që shikoni qiellin blu, ju po shihni një mrekulli të fizikës. Ju po shihni miliarda fotone që shpërndahen nga triliona molekula ajri, duke krijuar një shkëlqim që mbyt dritën e yjeve të largët. Ju po shihni një iluzion, por një iluzion të bukur, një iluzion që na mban gjallë.
Sepse atmosfera jonë nuk është thjesht një mbulesë mbrojtëse, ajo është gjithashtu një filtr që ndryshon mënyrën se si e perceptojmë universin. Pa atmosferë, ne do të shikonim një qiell të zi me yje të dukshëm gjatë gjithë kohës. Por ne gjithashtu do të vdisnim, atmosfera na jep ajrin që thithim, na mbron nga rrezatimi diellor, na mban të ngrohtë natën. Kështu që iluzionet tona janë çmimi që paguajmë për jetën. Ne jetojmë në një botë të filtrave, por këto filtra janë ato që na lejojnë të ekzistojmë. Çdo frymë që merrni është e mundur për shkak të atmosferës që fsheh yjet ditën. Çdo ditë që jetoni është e mundur për shkak të këtij filtri të bukur që krijon qiellin blu. Dhe kur bie nata dhe yjet shfaqen, ju po shihni të njëjtën botë, por pa filtrin e dritës diellore. Ju po shihni universin ashtu siç është vërtet, i pafund, i mbushur me yje, i mbushur me dritë që ka udhëtuar për mijëra vjet për të arritur sytë tuaj. Yjet nuk kanë ndryshuar, vetëm perceptimi ynë ka ndryshuar. Kjo është arsyeja pse yjet janë të dukshëm vetëm natën. Jo sepse ata zhduken ditën, por sepse ne nuk mund t'i shohim dot. Ata janë atje, duke djegur me të njëjtën intensitet, duke lëshuar të njëjtën dritë. Por drita e shpërndar diellore krijon një perde aq të ndritshme sa e bën të pamundur perceptimin e tyre. Natën, kur perda bie, yjet shfaqen përsëri, duke na kujtuar se universi është më i madh se sa duket, se realiteti është më i pasur se sa perceptimi ynë, se ka botë përtej botës që shohim. Yjet janë gjithmonë atje, vetëm perceptimi ynë ndryshon. Por për të kuptuar vërtet thellësinë e kësaj magjie, për të parë se si çdo foton luan rolin e tij në këtë teatër kozmik, duhet të zbresim në nivelin ku vetë realiteti ndërtohet. Duhet të shohim jo thjesht se çfarë ndodh, por si ndodh, grimc pas grimce, ndërveprim pas ndërveprimi. Sepse çdo gjë që shihni rreth jush, çdo ngjyrë që ju mahnit, çdo hije që ju qetëson, çdo shkëlqim që ju verberon, është rezultat i një vallëzimi të përjetshëm midis energjisë dhe materies, një koreografi që zgjatet që nga lindja e universit. Imagjinoni një foton si një mesazher që udhëton nëpër një qytet të mbushur me njerëz. Në hapësirën e zbrazët, mesazheri vrapoi në vijë të drejtë, pa pengesa, me shpejtësinë më të madhe të mundshme. Por në momentin që ai hyn në qytet, në atmosferën tonë, gjithçka ndryshon. Tani ai duhet të lundrojë nëpër një labirint njerëzish, secili prej të cilëve mund ta ndalojë, ta dëgjojë mesazhin, ta përsërisë në një drejtim të ri. Çdo ndërveprim është si një bisedë e shkurtër, fotoni transferon energjinë e tij te një molekula dridhet për një moment, pastaj lëshon një foton të ri, por jo domosdoshmërisht në drejtimin nga erdhi. Kjo është shpërndarja, një kaos i organizuar që krijon qiellin blu mbi kokat tona. Tani imagjinoni se jeni një molekul oksigjeni që lundron në lartësinë e 10 kilometrave mbi sipërfaqen e tokës. Ju jeni aq e vogël sa 100 milion prej jush mund të rreshtohen në gjerësinë e një fije floku njeriu. Dhe pa pritur, nga lart vjen një stuj fotonesh diellore, miliarda prej tyre, duke rënë si shi i dritës. Çdo foton që ju godet ju bën të dridheni, të lëkundeni, të kërceni si një tingull i goditur. Dhe në atë moment të dridhjes, ju rilëshoni fotonin, por jo në drejtimin nga erdhi, në një drejtim të rastësishëm, lart, poshtë, majtas, djathtas. Kjo është shpërndarja. Dhe sepse ju jeni aq e vogël krahasuar me gjatësinë e valës së dritës së kuqe, por pothuajse të njëjtës madhësi me gjatësinë e valës së dritës blu, ju shpërndani shumë më shumë fotonët blu se sa ato të kuq. Çdo herë që shikoni lart në një ditë të kthjellët dhe shihni atë blu të pafund, ju po shihni rezultatin e trilionave miliardave ndërveprimeve të tilla, çdo molekul ajri duke vepruar si një pasqyrë e vogël që reflekton më shumë blu se kuqe. Është si një orkestër ku çdo instrument luan të njëjtën notë, dhe kur i mbledhni të gjitha këto nota së bashku, ju merrni një simfoni blu që mbush qiellin. Por sa e fuqishme është kjo simfoni? Për ta kuptuar këtë, duhet të mendojmë për numra që sfidojnë imagjinatën. Në çdo metër kub ajri në nivelin e detit ka rreth 25 triliard molekula, një numër me 24 zero pas tij. Imagjinoni një stadium futbolli të mbushur me njerëz, pastaj imagjinoni 1 miliard stadiume të tilla, pastaj imagjinoni 1 miliard grupe të tilla stadiumesh. Kjo është sa molekula ka në 1 metër kub ajri. Çdo molekul shpërndan dritë dhe kur i mbledhni të gjitha këto shpërndarje së bashku, ju merrni një shkëlqim që është miliona herë më i ndritshëm se drita e një ylli të vetëm. Çdo herë që përpiqeni të dëgjoni një bisedë të qetë në një restorant të zhurmshëm, ju po përjetoni të njëjtin fenomen, zëri individual humbet në zhurmën kolektive.
Yjet janë atje, duke lëshuar dritën e tyre, por drita e shpërndar diellore është aq e fortë sa e mbyt atë plotësisht. Tani imagjinoni se po përpiqeni të lexoni një libër me shkronja të vogla në një dhomë ku dikush po luan me një fener lazer të fuqishëm drejtuar në faqen tuaj. Shkronjat janë atje, boja është në letër, por drita e laserit është aq e ndritshme sa e bën të pamundur të dalloni shkronjat. E njëjta gjë ndodh me yjet ditën. Drita e tyre udhëton nëpër hapësirë, kalon nëpër atmosferë, arrin retinën tuaj. Por drita e shpërndar diellore është aq e ndritshme sa e zhyt atë plotësisht. Yjet nuk pushojnë së ekzistuari, ata thjesht humbasin në përmbytjen e dritës. Por kjo na çon në një pyetje edhe më të thellë. Çfarë është drita në thelb? Pse ajo sillet si një val në disa raste dhe si një grimc në të tjera? Kjo pyetje mundoi fizikanët për shekuj të tërë. Isaac Newton besonte se drita ishte e bërë nga grimca të vogla që udhëtonin në vija të drejta si shigjeta. Christian Huygens besonte se drita ishte një val që përhapej nëpër një mjedis të quajtur eter, ashtu si valët në ujë. Për 150 vjet, këto dy teori luftuan për epërsi, derisa në fillim të shekullit të 20, Albert Einstein propozoi një ide që e tronditi themelet e fizikës: drita është të dyja. Ajo është një val dhe një grimc në të njëjtën kohë, në varësi të mënyrës se si e vëzhgoni. Kjo ide, dualiteti val-grimc, është një nga konceptet më të çuditshme në fizikë. Ajo thotë se realiteti nuk është aq i thjeshtë sa duket. Një foton nuk është thjesht një grimc e vogël që fluturon nëpër hapësirë si një plumë. Ai është gjithashtu një val e energjisë që lëkundet, që ndërhyn me veten e saj, që krijon modele të ndërhyrjes. Kur ju matni një foton si një grimc, ai sillet si një grimc. Kur ju e matni si një val, ai sillet si një val. Është sikur realiteti përshtatet me pyetjet që i bëni, sikur universi është një aktor që ndryshon rolin e tij në varësi të audiencës. Çdo herë që hapni një dritare dhe shikoni jashtë, po shihni këtë dualitet në veprim. Drita që kalon nëpër qelç sillet si një val, ajo përthyet, ndryshon drejtim, ngadalësohet. Por kur ajo godet retinën tuaj, ajo sillet si një grimc. Çdo foton godet një molekul në syrin tuaj, duke shkaktuar një reakcion kimik që dërgon një sinjal në trurin tuaj. Ju jeni një detektor i fotoneve, një makinë biologjike e ndërtuar për të kapur dritën dhe për ta kthyer atë në perceptim. Por sytë tanë kanë kufi të rreptë. Ne mund të shohim vetëm një gamë të ngushtë të spektrit elektromagnetik, nga rreth 400 nanometra, ku fillon vjollca, deri në rreth 700 nanometra, ku mbaron e kuqja. Jashtë kësaj game, ka një univers i tërë drite që ne nuk mund ta shohim. Drita ultraviolete, që dielli lëshon me bollëk, është e padukshme për ne, por bletët mund ta shohin atë dhe e përdorin për të gjetur lule. Drita infra e kuqe, që trupi juaj lëshon si nxehtësi, është e padukshme për ne, por gjarpërinjt mund ta shohin atë dhe e përdorin për të gjuajtur në errësirë. Valët radio, që yjet dhe galaktikat lëshojnë, janë të padukshme për ne, por teleskopët radio mund t'i kapin ato dhe na zbulojnë një univers të fshehur. Çdo herë që dëgjoni radio në makinë, ju po kapur val që yjet lëshojnë gjithashtu, e njëjta fizikë, e njëjta natyrë e dritës, vetëm në një gjatësi vale të ndryshme. Çdo herë që shikoni qiellin, ju po shihni vetëm një pjesë të vogël të asaj që është vërtet atje. Është si të dëgjoni vetëm një notë në një simfoni, nota është e bukur, por ju po humbisni pjesën më të madhe të muzikës. Kjo na mëson diçka thelbësore për natyrën e perceptimit. Ne nuk shohim botën ashtu siç është, ne shohim botën ashtu siç na lejon biologjia jon ta shohim. Sytë tanë evoluan për të parë dritën e dukshme, sepse kjo është drita që dielli lëshon më shumë, dhe kjo është drita që na ndihmon të lundrojmë në botën tonë. Por kjo do të thotë gjithashtu se ne jemi të verbër për pjesën më të madhe të universit. Ne jetojmë në një botë të kufizuar nga shisat tona, dhe çdo gjë që shohim është e filtruar nëpër këto kufi biologjik. Shkenca është përpjekja për të zgjeruar këto kufi. Çdo teleskop, çdo detektor, çdo instrument është një mënyrë për të parë përtej asaj që sytë tanë mund të shohin. Kur ne ndërtojmë një teleskop radio, ne po zgjerojmë shikimin tonë në valët radio që yjet lëshojnë. Kur ne ndërtojmë një teleskop infra të kuq, ne po zgjerojmë shikimin tonë në nxehtësinë e universit, në vendet ku yjet lindin nga rreth e gazit. Kur ne ndërtojmë një teleskop rrezesh G, ne po zgjerojmë shikimin tonë në energjitë më të larta, në vendet ku yjet shpërthejnë dhe vrimet e zeza gëlltin materie. Çdo instrument i ri na zbulon një univers të ri, një shtresë të re e realiteti që ishte gjithmonë atje, por që ne nuk mund ta shikonim dot.
Çdo herë që shikoni një fotografi nga teleskopi Hubble, ju po shihni universin në ngjyra që sytë tuaj nuk mund t'i shohin. Fotografia është një përkthim i dritës infra të kuqe, ultraviolete, rrezeve gjë në ngjyrat që ne mund të perceptojmë. Është si të përktheni një poezi nga një gjuhë në tjetrën, diçka humbet, por diçka gjithashtu fitohet. Dhe kjo na kthen te yjet, por tani me një kuptim më të thellë. Yjet nuk janë thjesht pika drite në qiellin e natës. Ata janë fura kozmike ku elementet krijohen, ku hidrogjeni shndërrohet në helium, heliumi në karbon, karboni në oksigjen, oksigjeni në hekur. Çdo atom në trupin tuaj, çdo atom karboni në adnën tuaj, çdo atom oksigjeni që thithni, çdo atom hekuri në gjakun tuaj, u krijua në zemrën e një ylli që vdiq para miliarda vjetësh. Ju jeni pluhur yjesh. Kjo nuk është një metaforë poetike, kjo është një fakt shkencor i provuar nga spektroskopia dhe nga modelet e nukleosintezës yshore. Kur shikoni një yll në qiellin e natës, ju po shikoni një makinë që ka punuar për miliona ose miliarda vjet, duke djegur hidrogjeni, duke lëshuar dritë, duke krijuar elementet që bëjnë jetën të mundur. Dhe kur ajo dritë arrin sytë tuaj, ajo ka udhëtuar nëpër hapësirë për vite, shekuj, madje mijëra vjet. Ju po shikoni të kaluarën. Ylli që shihni mund të jetë vdekur tashmë, por drita e tij vazhdon të udhëtojë, duke mbajtur kujtimin e tij gjallë në foton që godasin retinën tuaj. Çdo herë që shikoni një yll, ju po shikoni një letër nga e kaluara, një mesazh i shkruar në dritë që ka udhëtuar nëpër kohë dhe hapësirë për të arritur tek ju. Kjo është një nga mrekullitë më të thella të universit. Drita është një mesazh nga e kaluara, një kujtim i ngrirë në foton që udhëton nëpër përjetësinë. Por ditën, ky mesazh humbet. Jo sepse ylli pushon së ekzistuari, por sepse atmosfera jon krijon një zhurmë aq të fortë sa e bën të pamundur ta dëgjojmë mesazhin. Drita e shpërndar diellore është si një britmë që mbyt një pëshpëritje. Dhe vetëm kur britmja pushon, kur dielli perëndon dhe nata bie, ne mund ta dëgjojmë përsëri pëshpëritjen e yjeve. Por për të kuptuar vërtet thellësinë e kësaj lidhje, duhet të mendojmë për shkallë. Fillojmë me një atom të vetëm, një atom oksigjeni në ajrin që thithni tani. Ky atom është aq i vogël sa 100 milion prej tyre mund të rreshtohen në gjerësinë e 1 centimetri. Ai përbëhet nga një bërthamë e vogël e protoneve dhe neutroneve, e rrethuar nga një re elektronesh që lëvizin aq shpejt sa krijojnë një sferë të paqartë rreth bërthamës. Kur një foton godet këtë atom, ai mund të përthithet nga një elektron, duke e ngritur atë në një nivel më të lartë energjie. Kjo gjendje është e paqëndrueshme, elektroni dëshiron të kthehet në gjendjen e tij normale. Dhe kur ai bie përsëri, ai lëshon një foton të ri, me një energji specifike që korespondon me diferencën midis dy niveleve. Tani zmadhojmë. 1 metër kub ajri përmban rreth 25 triliard molekula, secila prej të cilave përbëhet nga 2 ose më shumë atome. Çdo molekul mund të shpërndajë dritë, dhe kur i mbledhni të gjitha këto shpërndarje së bashku, ju merrni shkëlqimin blu të qiellit. Por kjo është vetëm fillimi. Atmosfera jon shtrihet për qindra kilometra mbi sipërfaqen e tokës, duke u holluar gradualisht derisa përzihet me hapësirën. Në çdo shtresë të kësaj atmosfere, drita shpërndahet në mënyra të ndryshme, duke krijuar efekte të ndryshme, qielli blu në ditë, perëndimet e kuqe në mbrëmje, shkëlqimi i yjeve natën. Çdo herë që shihni një perëndim dielli të kuq, ju po shihni të njëjtin fenomen që fsheh yjet ditën, drita blu është shpërndar jashtë, duke lënë vetëm të kuqen dhe portokallën. Është si të filtroni kafen, uji kalon nëpër filtr, por grimcat e kafes mbeten. E njëjta gjë ndodh me dritën, drita blu filtrohet nga atmosfera, duke lënë të kuqen të kalojë. Tani zmadhojmë edhe më shumë. Toka është një sferë me një diametër prej rreth 12.500 kilometrash, e mbuluar me oqeane, kontinente, male, pyje. Çdo pjesë e kësaj planete ndërvepron me dritën në mënyra të ndryshme. Oqeanet reflektojnë dritën blu, duke i bërë ato të duken blu nga hapësira. Pyjet thithin dritën e kuqe dhe blu, por reflektojnë dritën jeshile, duke i bërë ato të duken jeshile. Akujt reflektojnë pothuajse të gjithë dritën, duke i bërë ato të duken të bardhë. Çdo ngjyrë që shihni është rezultat i një ndërveprimi midis dritës dhe materies, një vallëzim midis fotoneve dhe atomeve që krijon paletën e pafund të botës sonë. Çdo herë që shihni një pemë jeshile, ju po shihni një makinë që ka zgjedhur të reflektojë jeshilen dhe të thithë të gjitha ngjyrat e tjera për të ushqyer veten me fotosintezë. Çdo ngjyrë në natyrë është një zgjedhje evolutive, një strategji për të mbijetuar. Tani zmadhojmë edhe më tej.
Dielli, ylli ynë, është një sferë e zjarrt me një diametër prej rreth 1.400.000 kilometrash, rreth 110 herë më i madh se Toka. Në zemrën e tij, në një thellësi prej rreth 700.000 kilometrash, temperatura arrin në rreth 15 milion gradë Celsius. Në këtë nxehtësi të pabesueshme, atomet e hidrogjenit përplasen me një forcë aq të madhe sa bashkohen për të formuar helium, duke lëshuar energji në formën e fotoneve. Këto fotone fillojnë një udhëtim të gjatë nga zemra e diellit drejt sipërfaqes, një udhëtim që mund të zgjasë 10.000 vjet, sepse çdo foton përthithet dhe rilëshohet miliona herë nga atomet në rrugën e tij. Çdo herë që ndjeni nxehtësinë e diellit në fytyrën tuaj, ju po ndjeni foton që filluan udhëtimin e tyre në zemrën e diellit 10.000 vjet më parë, para se piramidat të ndërtoheshin, para se qytetërimet të lindin. Kjo është sa i gjatë është udhëtimi i dritës nga zemra e diellit deri te ne. Kur më në fund arrin sipërfaqen, fotoni lëshohet në hapësirë dhe 8 minuta e 20 sekonda më vonë, ai arrin Tokën. Por dielli nuk është i vetëm. Ai është një nga rreth 200 miliard yje në galaksin ton, rrugën e qumështit. Çdo yll është një diell, disa më të vegjël, disa më të mëdhenj, disa më të nxehtë, disa më të ftohtë. Dhe çdo yll lëshon dritë, duke ndriçuar hapësirën rreth tij. Kur shikoni rrugën e qumështit në një natë të errët, larg dritave të qytetit, ju po shihni dritën kolektive të miliarda yjeve, një lumë drite që rrjedh nëpër qiell. Çdo herë që shikoni rrugën e qumështit, ju po shikoni galaksin ton nga brenda, ju po shihni diskun e yjeve që shtrihet rreth nesh. Është si të qëndroni në një pyll dhe të shikoni pemët rreth jush, ju jeni pjesë e pyllit, jo jashtë tij. Kjo dritë ka udhëtuar për mijëra vjet për të arritur tek ju, duke mbajtur mesazhe nga këndet e largëta të galaksisë son. Dhe galaksia jon nuk është e vetme. Ka rreth 2 trilion galaksi në universin e dukshëm, secila me miliarda ose trilion yje. Çdo galaksi është një ishull drite në një oqean errësire, dhe drita nga këto galaksi udhëton për miliona ose miliarda vjet përpara se të arrijë tek ne. Kur astronomët shikojnë nëpër teleskopët e tyre më të fuqishëm, ata shohin galaksi që ekzistonin kur universi ishte i ri, vetëm disa qindra milion vjet pas Big Bangut. Ata po shikojnë të kaluarën, duke parë universin ashtu siç ishte miliarda vjet më parë. Kjo është fuqia e dritës, ajo na lejon të udhëtojmë nëpër kohë. Çdo herë që shikoni një yll, ju po shikoni të kaluarën. Ylli më i afërt, Proxima Centauri, është 4 vjet drite larg, kështu që drita që shihni sonte u lëshua 4 vjet më parë. Ylli polar është rreth 440 vjet drite larg, kështu që drita që shihni sonte u lëshua në kohën e Galileos. Galaksia Andromeda është rreth 2.500.000 vjet drite larg, kështu që drita që shihni sonte u lëshua kur stërgjyshërit tanë të hershëm po mësonin të përdornin mjete gurësh. Çdo herë që shikoni një fotografi të një galaksie të largët, ju po shikoni një fotografi të së kaluarës, ju po shihni atë galaksi ashtu siç ishte kur drita u lëshua, jo ashtu siç është tani. Universi është një album fotografish të së kaluarës, dhe ne jemi shikuesit që lundrojnë nëpër kohë. Por kjo do të thotë gjithashtu se ne nuk mund të shohim universin ashtu siç është tani, ne mund të shohim vetëm universin ashtu siç ishte në të kaluarën. Drita ka një shpejtësi të fundme, dhe kjo do të thotë se informacioni udhëton me një shpejtësi të fundme. Nëse një yll shpërtheu sot në një distancë prej 100 vjet drite, ne nuk do ta dimë për 100 vjet. Nëse një galaksi u shkatërrua sot në një distancë prej 1 miliard vjet drite, ne nuk do ta dimë për 1 miliard vjet. Ne jetojmë në një univers ku e kaluara dhe e tashmia janë të përziera, ku çdo gjë që shohim është një kujtim, një imazh i ngrirë në kohë. Kjo na çon në një realizim të thellë. Universi nuk është një vend statik, i ngrirë në kohë. Ai është një proces dinamik, në ndryshim të vazhdueshëm, ku yjet lindin dhe vdesin, galaksit përplasen dhe bashkohen, hapësira vetë zgjerohet. Dhe ne jemi pjesë e këtij procesi. Çdo atom në trupin ton u krijua në një yll, u lirua kur ylli vdiq, udhëtoi nëpër hapësirë për miliarda vjet, u mblodh në një re gazi dhe pluhuri, u kondensua për të formuar diellin dhe planetet, dhe më në fund u bë pjesë e nesh. Çdo herë që merrni frym, ju po thithni atome që dikur ishin pjesë e një ylli, atome oksigjeni që u krijuan në zemrën e një ylli masiv që shpërtheu si një supernova. Çdo herë që shikoni dorën tuaj, ju po shikoni materie që u krijua në zemrën e një fure kozmike miliarda vjet më parë. Ne jemi fëmijët e yjeve, të lindur nga pluhuri i gjeneratave të kaluara të yjeve që jetuan dhe vdiqën para se dielli ynë të lindë.
Çdo herë që shikoni qiellin e natës, ju po shikoni stërgjyshërit tuaj, yjet që krijuan elementet që bën jetën të mundur. Kjo është lidhja që na bashkon me universin. Ne nuk jemi vizitor në këtë univers, ne jemi pjesë e tij, të lindur nga ai, të bërë nga ai, të destinuar të kthehemi në të. Dhe kjo na kthen te pyetja jon fillestare: pse yjet janë të dukshëm vetëm natën? Tani e dim përgjigjen në të gjithë thellësinë e saj. Yjet janë gjithmonë atje, duke djegur, duke lëshuar dritë, duke ekzistuar pavarësisht nga perceptimi ynë. Por ditën, drita e shpërndar diellore krijon një perde aq të ndritshme sa e bën të pamundur t'i shohim ato. Kjo perde nuk është një defekt, ajo është një pasojë e domosdoshme e jetës sonë në një planet me atmosferë. Pa atmosferë, ne nuk do të mund të thithnim, nuk do të mund të jetonim. Kështu që çmimi që paguajmë për jetën është humbja e aftësisë për të parë yjet ditën. Por natën, kur dielli perëndon dhe perda bie, ne rikuperojmë atë që kemi humbur. Ne shohim yjet përsëri, duke na kujtuar se universi është më i madh se planeti ynë, më i vjetër se qytetërimi ynë, më i çuditshëm se çdo fantazi. Ne shohim dritën që ka udhëtuar për mijëra vjet për të arritur tek ne, duke mbajtur mesazhe nga këndet të largëta të hapësirës dhe kohës. Ne shohim të kaluarën dhe të tashmen të përziera në një pamje të vetme, një dëshmi e faktit se universi nuk është një vend, por një proces, një rrjedhje e vazhdueshme e energjisë dhe materies që shtrihet nga fillimi i kohës deri në fund të përjetësisë. Yjet nuk zhduken, vetëm perceptimi ynë ndryshon. Kjo është e vërteta që qielli na mëson çdo ditë dhe çdo natë. Realiteti është më i pasur se sa duket, më i thellë se sa mund të imagjinojmë, më i lidhur se sa mund të kuptojmë. Dhe çdo herë që shikojmë lart, ne po shikojmë jo thjesht yje, por po shikojmë veten tonë, origjinën tonë, historinë tonë, destinacionin tonë. Por nëse e kuptojmë vërtet këtë, nëse e shohim se si një perde e thjesht dritë fsheh një univers të tërë, atëherë duhet të pyesim, çfarë tjetër po fshehim nga vetja jonë? Çfarë perdesh të tjera kemi ngritur, jo në qiell, por në mendjet tona, në shoqëritë tona, në mënyrën se si e perceptojmë realitetin? Sepse çdo herë që hapni syt në mëngjes dhe shihni një qiell të zbrazët, pa yje, ju po përjetoni të njëjtën forcë që vepron kur refuzoni të shihni një të vërtetë të vështirë, kur injoroni një problem që ju rrethon, kur lejoni zhurmën e përditshme të mbyt zërat e heshtur që kërkojnë vëmendje. Drita e shpërndar nuk është vetëm një fenomen fizik, ajo është një metaforë për mënyrën se si jetojmë. Mendoni për një moment kur dikush ju tregoi diçka të rëndësishme, por ju ishit shumë të zënë, shumë të shpërqendruar nga detyrat e përditshme për ta dëgjuar vërtet. Zëri i tyre ishte atje, valët zanore udhëtonin nëpër ajër, por mendja juaj ishte e mbushur me një zhurmë aq të fortë, shqetësimet për punën, planet për darkën, kujtimet e një konflikti, sa mesazhi humbi. Kjo është shpërndarja në jetën njerëzore. Ne jetojmë në një atmosferë të zhurmës mendore, emocionale, sociale që shpërndan vëmendjen tonë në miliona drejtime, duke e bërë pothuajse të pamundur të fokusohemi në atë që është vërtet e rëndësishme. Yjet janë gjithmonë atje, dhe e njëjta gjë, njerëzit që duam, mundësitë që na rrethojnë, e vërteta që duhet të shohim, por ne nuk i shohim dot sepse kemi krijuar perden tonë të brendshme. Çdo herë që zgjedhni të shikoni telefonin në vend që të dëgjoni fëmijën tuaj, ju po krijoni një perde. Çdo herë që mbushni heshtjen me zhurmë për të shmangur mendimet tuaja, ju po krijoni një perde. Kjo forcë, kjo aftësi e dritës për të fshehur dritën, e zhurmës për të fshehur zërin, e sipërfaqes për të fshehur thellësinë, vepron në çdo nivel të ekzistencës. Në një qelisë të vetme në trupin tuaj, mijëra reaksione kimike ndodhin çdo sekond, por ju nuk i ndjeni ato sepse jeni të fokusuar në botën e jashtme. Në shoqërinë tuaj, miliona histori individuale zhvillohen çdo ditë, tragjedi, triumfe, transformime, por ju i shihni vetëm ato që mediat zgjedhin të ndriçojnë, duke lënë pjesën tjetër në errësirë. Në universin e dukshëm, triliona galaksi ekzistojnë përtej horizontit ton kozmik, por ne nuk do t'i shohim kurrë sepse drita e tyre nuk ka pasur kohë të na arrijë që nga lindja e universit. Kjo është ligji universal, çdo vëzhgim është një zgjedhje, çdo perceptim është një filtr, çdo akt i të parit është njëkohësisht një akt i të mos parit. Kur fokusoheni në një gjë, ju po injoroni 10 të tjera. Kur ndriçoni një cep të dhomës, ju po lini pjesën tjetër në hije. Kjo nuk është një defekt, kjo është natyra e vetdijes, e vëmendjes, e ekzistencës në një botë me burime të kufizuara. Por të kuptuarit e kësaj na jep një fuqi të re, fuqinë për të zgjedhur me vetdije se çfarë të ndriçojmë, se çfarë të shohim, se ku të drejtojmë vëmendjen tonë të kufizuar. Imagjinoni se jeni në një dhomë të errët me një fener.
Mund të ndriçoni vetëm një vend në një kohë. Nëse e drejtoni fenerin drejt dyshemes, ju shihni çfarë është poshtë këmbëve tuaja, por humbni çfarë është në tavan. Nëse e drejtoni drejt murit, ju shihni teksturën e tij, por humbni çfarë është pas jush. Çdo zgjedhje e ndriçimit është njëkohësisht një zgjedhje e errësirës. Dhe kjo është ajo që bëjmë çdo ditë me vëmendjen tonë. Ne zgjedhim se çfarë të shohim dhe me atë zgjedhje ne krijojmë botën tonë. Jo botën objektive, ajo ekziston pavarësisht nga ne, por botën subjektive, botën e përjetuar, botën që jeton në mendjen tonë. Kjo na kthen të yjet me një kuptim të ri. Kur themi yjet janë të dukshëm vetëm natën, ne po themi diçka më të thellë se një fakt astronomik. Ne po themi se ka gjëra që mund të shihen vetëm kur zhurma pushon, vetëm kur drita e fortë fiket, vetëm kur krijojmë hapësirë për heshtjen dhe errësirën. Në kulturën tonë moderne, ne kemi mbushur çdo moment me dritë artificiale, me zhurmë, me stimulim. Ne kemi krijuar një ditë të përjetshme, një shkëlqim të vazhdueshëm që nuk na lejon të shohim yjet, as ato në qiell, as ato në shpirtrat tanë. Kur ishte hera e fundit që u ulët në errësirë të plotë dhe heshtje të plotë? Kur ishte hera e fundit që fikët të gjitha dritaret, mbyllët të gjitha pajisjet dhe thjesht pritët derisa sytë tuaj u përshtaten me errësirën? Në atë errësirë, diçka e çuditshme ndodh. Në fillim, ju nuk shihni asgjë. Por gradualisht, ndërsa pupilat tuaja zgjerohen dhe retina juaj bëhet më e ndjeshme, forma fillojnë të shfaqen. Objektet që dukeshin të padukshme bëhen të dukshme. Dhe nëse jeni jashtë, larg dritave të qytetit, yjet fillojnë të shfaqen, në fillim disa, pastaj dhjetëra, pastaj qindra, derisa qielli i tërë shpërtheu në dritë. Kjo është ajo që ndodh kur hiqni perdën. Kjo është ajo që ndodh kur krijoni hapësirë për atë që është e heshtur, e dobët, e fshehur. Ju zbuloni se bota është më e pasur se sa mendonit, se ka shtresa realiteti që ishin gjithmonë atje, por që ju nuk i shikonit dot sepse ishit shumë të zënë duke parë diçka tjetër. Kjo është arsyeja pse meditimi funksionon, jo sepse krijon diçka të re, por sepse heq zhurmën që fsheh atë që është gjithmonë atje. Kjo është arsyeja pse natyra shëron, jo sepse ka fuqi magjike, por sepse na largon nga shkëlqimi artificial i qyteteve dhe na lejon të shohim përsëri qiellin e vërtetë. Por kjo kërkon guxim. Sepse kur hiqni perdën, ju nuk dini se çfarë do të gjeni. Mund të jenë yje të bukura, por mund të jenë gjithashtu të vërteta të vështira. Mund të jetë paqe, por mund të jetë gjithashtu dhimbje që keni injoruar. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz zgjedhin të jetojnë në dritën artificiale, në zhurmën e vazhdueshme, jo sepse e duan atë, por sepse kanë frikë nga ajo që mund të shohin në errësirë. Por ata që guxojnë të shikojnë, ata që guxojnë të ulen në heshtje dhe të presin derisa sytë e tyre përshtaten, zbulojnë një univers që është më i madh, më i thellë, më i mahnitshëm se çdo gjë që mund të imagjinonin. Yjet nuk zhduken, vetëm perceptimi ynë ndryshon. Kjo është mësimi që qielli na mëson, por është gjithashtu mësimi që jeta na mëson. Realiteti nuk varet nga aftësia jon për ta parë atë. E vërteta ekziston pavarësisht nëse e pranojmë apo jo. Njerëzit që duam janë atje, edhe kur jemi shumë të zënë për t'i vënë re. Mundësitë janë atje, edhe kur jemi shumë të frikësuar për t'i kapur. Bukuria është atje, edhe kur jemi shumë të shpërqendruar për ta parë. Gjithçka që na duhet është të hiqim perdën, të fikëm dritën artificiale, të pushojmë zhurmën, të krijojmë hapësirë për heshtjen dhe të presim derisa sytë tanë përshtaten me errësirën. Kjo është arsyeja pse astronomët e lashtë ishin gjithashtu filozofë. Ata e kuptonin se studimi i qiellit nuk ishte vetëm për të kuptuar planetet dhe yjet, ishte për të kuptuar natyrën e realitetit, kufijtë e perceptimit, vendin tonë në universin e madh. Kur Platoni shkroi për shpellën e tij të famshme, ku njerëzit janë të lidhur dhe shohin vetëm hijet në mur, duke menduar se ato janë realiteti, ai po fliste për të njëjtën gjë që ne po diskutojmë tani. Hijet janë drita e shpërndar, iluzionet që krijojmë, perdet që na ndalojnë të shohim të vërtetën. Dhe çlirimi është procesi i kthimit, i daljes nga shpella, i shikimit të diellit të vërtetë, edhe nëse në fillim na verbëron. Por kjo na çon në pyetjen përfundimtare. Nëse yjet janë gjithmonë atje, nëse realiteti është më i pasur se sa perceptimi ynë, nëse ka shtresa të fshehura të ekzistencës që presin të zbulohen, atëherë çfarë është qëllimi i jetës? Çfarë duhet të bëjmë me këtë njohuri? Përgjigjja qëndron në vetë pyetjen. Qëllimi nuk është të arrijmë një destinacion final, të zbulojmë një të vërtetë përfundimtare, të shohim gjithçka që ka për t'u parë.
Qëllimi është procesi vetë, procesi i heqjes së perdeve, i zgjerimit të perceptimit, i mësimit për të parë më thellë, më qartë, më vërtet. Çdo herë që mësoni diçka të re, ju po hiqni një perde. Çdo herë që sfidoni një besim të vjetër, ju po hiqni një perde. Çdo herë që hapeni ndaj një perspektive të re, ju po hiqni një perde. Dhe çdo herë që uleni në heshtje dhe shikoni qiellin e natës duke lejuar veten të mahniteni nga madhështia e universit, ju po hiqni perden më të madhe të gjithave, iluzionin se jeni të veçuar, të vetëm, të parëndësishëm. Sepse kur shikoni yjet, ju po shikoni origjinën tuaj. Ju po shikoni stërgjysherit tuaj kozmik. Ju po shikoni të ardhmen tuaj, sepse një ditë, atomet që ju përbëjnë do të kthehen në yje, do të riciklohen në gjenerata të reja të jetës, do të vazhdojnë vallëzimin e përjetshëm të energjisë dhe materies që është universi. Kjo është e vërteta përfundimtare që qielli na mëson. Ne nuk jemi vëzhgues të jashtëm të universit, ne jemi pjesë e tij. Ne jemi mënyra se si universi vëzhgon veten, mënyra se si ai bëhet i vetëdijshëm, mënyra se si ai mëson të mrekullohet nga bukuria e vet çdo herë që shikoni një yll dhe ndjeni një sens mrekullimi. Ju po përjetoni universin duke u mrekulluar nga vetja e tij. Çdo herë që pyesni pse dhe kërkoni një përgjigje, ju po përjetoni universin duke kërkuar të kuptoj ligjet e veta. Çdo herë që krijoni diçka të bukur, një poezi, një pikturë, një melodi, një akt dashurie, ju po përjetoni universin duke shprehur kreativitetin e tij të brendshëm. Yjet nuk zhduken, vetëm perceptimi ynë ndryshon. Dhe ndoshta, në fund, kjo është mësimi më i rëndësishëm i të gjithëve, se ndryshimi i perceptimit është gjithçka. Sepse kur ndryshoni mënyrën se si shikoni botën, ju ndryshoni botën vetë, jo botën objektive, por botën subjektive, botën që përjetoni, botën që jetoni. Dhe në atë ndryshim qëndron çdo mundësi për transformim, për rritje, për evolim. Ne nuk mund të ndryshojmë faktin se dielli fsheh yjet ditën. Por ne mund të zgjedhim të presim natën. Ne mund të zgjedhim të krijojmë momente heshtjeje në zhurmën e jetës. Ne mund të zgjedhim të hiqim perdet që kemi ngritur dhe të shohim atë që ka qenë gjithmonë atje, duke pritur të zbulohet. Kështu që pyetja nuk është më pse yjet janë të dukshëm vetëm natën. Pyetja është, çfarë perdesh kam ngritur në jetën time? Çfarë po fsheh drita ime artificiale? Çfarë yjesh po humbas sepse kam harruar të shikoj lart? Sepse yjet janë gjithmonë atje, në qiell, në jetën tuaj, në thellësitë e shpirtit tuaj, duke pritur momentin kur do të fikni dritën, do të uleni në errësirë dhe do të lejoni sytë tuaj të përshtaten me atë që është vërtet atje. Dhe kur e bëni këtë, kur guxoni të shikoni përtej perdeve, ju do të zbuloni se universi është më i madh, më i bukur dhe më i mahnitshëm se çdo gjë që mund të kishit imagjinuar, dhe se ju, në të gjithë vogëlsinë tuaj, jeni një pjesë thelbësore e kësaj madhështie të pafund. A jeni gati të hiqni perden dhe të shihni yjet që kanë qenë gjithmonë atje, duke pritur të zbulohen? A jeni gati të hiqni perden dhe të shihni yjet që kanë qenë gjithmonë atje, duke pritur të zbulohen? Kjo pyetje tingëllon si një ftesë e thjeshtë, por ajo mbart peshën e gjithë ekzistencës njerëzore. Sepse në thellësinë e saj, kjo nuk është një pyetje për yjet, është një pyetje për natyrën e të qenit, për kurajon e të parit, për gatishmërinë për të pranuar se bota është më e madhe se kutia e vogël e perceptimit ton. Kujtoni se ku filluam këtë udhëtim. Një qiell i zbrazët në mesditë, një pyetje që dukej e thjeshtë, ku shkojnë yjet? Atëherë, ne mendonim se po kërkojmë një përgjigje shkencore, një shpjegim për një fenomen optik. Por tani, pasi kemi udhëtuar nëpër shtresat e atmosferës, nëpër historinë e zbulimit njerëzor, nëpër mekanikën e dritës dhe materies, nëpër lidhjet kozmike që na bashkojnë me universin, tani e shohim se kjo pyetje ishte gjithmonë një derë drejt diçkaje më të thellë. Ishte një ftesë për të kuptuar jo vetëm fizikën, por metafizikën. Jo vetëm se si funksionon universi, por çfarë do të thotë të ekzistosh në një univers ku realiteti është më i pasur se perceptimi, ku e vërteta ekziston pavarësisht nga aftësia jon për ta parë atë. Yjet nuk shkuan askund. Ata ishin gjithmonë atje, duke djegur me të njëjtën intensitet që kanë djegur për miliona ose miliarda vjet. Por ne nuk i shikonim dot sepse kishim krijuar një perde, jo me dashje, por si një pasojë e domosdoshme e jetës sonë në një planet me atmosferë, në një diell që është miliona herë më i ndritshëm se çdo yll tjetër në qiellin ton. Tani e kuptojmë se kjo perde nuk ishte një gabim i natyrës, por një marrëveshje kozmike. Ne marrim jetën, por jepim perceptimin e plotë. Ne marrim ajrin që na mban gjallë, por jepim qiellin e zi me yje që astronautët shohin nga hapësira.
Dhe në këtë marrëveshje qëndron një e vërtet që shtrihet përtej astronomisë, që prek vetë natyrën e ekzistencës, çdo gjë ka një çmim. Çdo zgjedhje është njëkohësisht një humbje. Çdo akt i të parit është njëkohësisht një akt i të mosparit. Por kjo nuk është thjesht një fakt për fizikën, kjo është një ligj metafizik që qeverisin çdo aspekt të realitetit. Kur fokusoheni në karrierën tuaj, ju po zgjedhni të mos fokusoheni në marrëdhëniet tuaja. Kur ndjekin pasionin tuaj, ju po zgjedhni të mos ndjekin 10 pasione të tjera. Kur jetoni në një qytet, ju po zgjedhni të mos jetoni në një pyll. Çdo moment që kaloni duke bërë një gjë është një moment që nuk e kaloni duke bërë diçka tjetër. Kjo është natyra e ekzistencës në një univers me kohë të fundme, me burime të kufizuara, me vëmendje të kufizuar. Ne nuk mund të shohim gjithçka. Ne nuk mund të dimë gjithçka. Ne nuk mund të përjetojmë gjithçka. Dhe në atë kufizim qëndron si tragjedia ashtu edhe bukuria e të qenit njeri. Tragjedia është e dukshme, ne humbim aq shumë. Çdo rrugë që zgjedhim është një rrugë që nuk zgjedhim. Çdo dashuri që përjetojmë është një dashuri që nuk përjetojmë. Çdo libër që lexojmë është 1000 libra që nuk lexojmë. Dhe në fund të jetës, kur shikojmë prapa, ne shohim jo vetëm atë që bëm, por gjithashtu atë që nuk bëm, yjet që nuk i pam sepse ishim shumë të zënë duke parë diçka tjetër, momentet që humbëm sepse ishim shumë të shpërqendruar për t'i vënë re, njerëzit që nuk i njohëm sepse ishim shumë të mbyllur për t'u hapur. Kjo është dhimbja e vetdijes, çmimi i të qenit një qenie e fundme në një univers të pafund. Ne jetojmë me dijen se ka më shumë për të parë se sa do të shohim kur, më shumë për të ditur se sa do të dim kur, më shumë për të dashur se sa do të duam kur. Por këtu qëndron bukuria, dhe kjo është një bukuri që shpesh harrojmë në dhimbjen e humbjes. Nëse mund të shikonim gjithçka në të njëjtën kohë, asgjë nuk do të kishte rëndësi. Nëse mund të përjetonim çdo moment do të ishte i njëjtë. Nëse mund të dinim gjithçka, asgjë nuk do të na mahnitej. Është vetëm sepse ne jemi të kufizuar, sepse duhet të zgjedhim, sepse çdo po është njëkohësisht një jo, është vetëm për këtë arsye që zgjedhjet tona kanë peshë, që momentet tona kanë vlerë, që jeta jon ka kuptim. Yjet janë të dukshëm vetëm natën, jo sepse ata ndryshojnë, por sepse ne krijojmë kushtet që na lejojnë t'i shohim ato. Dhe në atë krijim të kushteve qëndron gjithë arti i jetës, jo të shohësh gjithçka, por të zgjedhësh me kujdes se çfarë të shohim dhe pastaj t'i kushtosh atij zgjedhjeje gjithë vëmendjen, gjithë dashurinë, gjithë qenien tonë. Çdo herë që zgjedhni të fikni telefonin dhe të uleni me dikë që doni, duke vërtet dëgjuar, duke vërtet parë, ju po krijoni një natë ku yjet mund të shfaqen. Çdo herë që zgjedhni të shkoni në natyrë dhe të qëndroni në qiellin e vërtet, larg dritave të qytetit, ju po krijoni një natë ku yjet mund të shfaqen. Çdo herë që zgjedhni të uleni në heshtje, duke lejuar zhurmën e brendshme të qetësohet, ju po krijoni një natë ku yjet e brendshme, ato të vërteta të thella për veten tuaj, mund të shfaqen. Por kjo na çon në pyetje që shkojnë përtej fizikës, përtej astronomisë, përtej shkencës vetë, pyetje që prekin vetë natyrën e realitetit dhe vendin tonë në të. Nëse yjet janë gjithmonë atje, por ne nuk i shohim dot për shkak të perdeve që krijojmë, atëherë çfarë tjetër është gjithmonë atje, duke pritur të zbulohet? Çfarë dimensionesh të realitetit shtrihen përtej asaj që shisat tona mund të kapin? Ne e dim tashmë se ka dritë që nuk mund ta shohim, ultraviolete, infra të kuqe, rrezet G. Ne e dim se ka tinguj që nuk mund t'i dëgjojmë, ultratinguj që qenë t'i dëgjojnë, infratinguj që elefantët i përdorin për të komunikuar nëpër distanca të gjata. Ne e dim se ka materie që nuk mund ta prekim, materia e errët që përbën shumicën e universit, por që nuk ndërvepron me dritën fare, duke mbetur e padukshme për çdo teleskop që kemi ndërtuar. Por çfarë për dimensionet që as nuk mund t'i imagjinojmë? Çfarë për format e ekzistencës që janë aq të ndryshme nga tonat sa ne as nuk kemi fjalë për t'i përshkruar ato? Çfarë për të vërtetat që janë aq thelbësore sa mendja jon nuk mund t'i përmbajë ato, ashtu siç një insekt nuk mund të kuptojë një simfoni, ashtu siç një peshk nuk mund të konceptojë ajrin? Ne jetojmë në një univers që është më i madh, më i çuditshëm, më i pasur se çdo gjë që mund të perceptojmë. Dhe çdo gjenerat që vjen zbulon shtresa të reja, dimensione të reja, mrekulli të reja që gjenerata e mëparshme nuk mund t'i imagjinonte. Kjo është historia e shkencës, jo historia e zbulimit të gjithçkaje, por historia e zbulimit se sa pak e dim, se sa shumë mbetet për t'u zbuluar, se sa i pafund është misteri. A do të thotë kjo se ne jemi të dënuar të jetojmë në ignorancë? A do të thotë kjo se përpjekja për të kuptuar është e kotë, se kërkimi i të vërtetës është një ëndër e pamundur?
Jo, kjo do të thotë diçka shumë më të thellë dhe më të bukur. Kjo do të thotë se universi nuk është një libër i mbyllur që mund të lexohet dhe pastaj të vendoset më njanë. Ai është një histori e pafund që shkruhet çdo moment, një krijim i vazhdueshëm që nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Dhe ne, qenjet e vogla, të fundme, të përkohshme, jemi pjesë e kësaj historie. Ne jemi mënyra se si universi tregon historinë e vet, ne jemi mënyra se si ai bëhet i vetëdijshëm për veten. Ne jemi mënyra se si ai mëson të mrekullohet nga bukuria e vet. Çdo herë që një fëmijë shikon lart në qiellin e natës dhe pyet çfarë janë ato pika drite, universi po pyet veten. Çdo herë që një shkencëtar zbulon një ligj të ri të natyrës, universi po zbulon ligjet e veta. Çdo herë që një poet shkruan një varg për bukurinë e yjeve, universi po shpreh bukurinë e vet. Ne nuk jemi të huaj në këtë univers, ne jemi shprehja më e thellë e tij. Ne jemi materia që ka mësuar të mendoj, energjia që ka mësuar të ndjej, hapësira që ka mësuar të dashurohet. Dhe në atë mësim qëndron gjithë mrekullia e ekzistencës. Por kjo na kthen te pyetja që ka qenë në zemër të këtij udhëtimi: pse yjet janë të dukshëm vetëm natën? Tani e shohim se kjo pyetje nuk ishte kurrë vetëm për yjet. Ishte një pyetje për natyrën e të parit, për kushtet e zbulimit, për atë që duhet të ndodhë që e fshehura të bëhet e dukshme. Dhe përgjigja, se duhet të fikësh dritën e fortë, të krijosh errësirë, të presësh derisa syt përshtaten, është një përgjigje që zbatohet jo vetëm për yjet në qiell, por për çdo të vërtet të fshehur, çdo bukuri të padukshme, çdo mister që pret të zbulohet. Në jetën tuaj, çfarë është drita e fortë që ju verberon? Çfarë është zhurma që ju shurdhon? Çfarë është shpërqendrimi që ju ndalon të shihni atë që është vërtet atje? Për disa është puna, një fokusim aq i fortë në karrierë, në sukses, në arritje sa harrojnë të shohin njerëzit që duan, momentet që kalojnë, bukurinë që i rrethon. Për të tjerë është frika, një shqetësim aq i madh për të ardhmen, për atë që mund të shkojë keq, për atë që mund të humbasin sa nuk mund të shijojnë të tashmen, të pranojnë dashurinë që u ofrohet, të rrezikojnë të jenë të cenueshëm. Për të tjerët është thjesht ritmi i jetës moderne, një përmbytje e vazhdueshme e informacionit, stimulimit, kërkesave sa nuk ka kohë për heshtje, për reflektim, për atë lloj vëmendjeje të thellë që lejon të vërtetat e fshehura të shfaqen. Por çfarëdo që të jetë drita juaj e fortë, çfarëdo që të jetë zhurma juaj, çfarëdo që të jetë shpërqendrimi juaj, ju keni fuqinë për ta fikur atë. Ju keni fuqinë për të krijuar errësirë, heshtje, hapësirë. Ju keni fuqinë për të pritur derisa sytë tuaj përshtaten, derisa vëmendja juaj thellohet, derisa perceptimi juaj zgjerohet. Kjo është ftesa që universi na bën çdo natë kur yjet shfaqen. Nuk është thjesht një ftesë për të admiruar bukurinë e qiellit, është një ftesë për të jetuar ndryshe, për të parë ndryshe, për të qenë ndryshe. Është një ftesë për të krijuar hapësirë për atë që është e heshtur, e dobët, e fshehur. Është një ftesë për të besuar se ka më shumë në jetë se sa duket në shikim të parë, se ka thellësi që presin të eksplorohen, se ka mrekulli që presin të zbulohen. Është një ftesë për të jetuar me një sens mrekullimi, me një kuriozitet të hapur, me një gatishmëri për t'u befasuar. Sepse në fund, kjo është ajo që na bën njerëzor, jo aftësia për të parë gjithçka, por aftësia për të mrekulluar nga ajo që shohim. Jo aftësia për të ditur gjithçka, por aftësia për të pyetur, për të kërkuar, për të dashur misterin. Jo aftësia për të jetuar përgjithmonë, por aftësia për të jetuar plotësisht, me vëmendje, me dashuri, me një vetëdije se çdo moment është i çmuar pikërisht sepse është i përkohshëm. Yjet do të jenë atje shumë kohë pasi ne të kemi shkuar. Ata do të vazhdojnë të djegin, të lëshojnë dritë, të krijojnë elementet që do të bëjnë gjenerata të reja të jetës të mundshme. Por ne jemi këtu vetëm për një moment, një vezullim i shkurtër në kohën kozmike. Dhe në atë moment, ne kemi një zgjedhje, të jetojmë në dritën artificiale, në zhurmën e vazhdueshme, në shpërqendrimin e pafund, ose të krijojmë momente errësire, heshtjeje, vëmendjeje ku yjet mund të shfaqen. Kjo është arti i jetës, jo të shohësh gjithçka, por të krijosh kushtet ku ajo që është më e rëndësishme mund të shihet. Dhe kështu, ne kthehemi në fund të fillimi, por me një kuptim të transformuar. Yjet nuk zhduken ditën, ata janë gjithmonë atje, duke djegur me të njëjtën intensitet, duke lëshuar të njëjtën dritë. Por ne nuk i shohim dot sepse kemi krijuar një perde e domosdoshme, një perde që na jep jetën, por që gjithashtu na kufizon perceptimin. Kjo perde nuk është një armik për t'u luftuar, por një realitet për t'u kuptuar, një kufi për t'u pranuar, një kushti për t'u punuar brenda. Ne nuk mund ta heqim atmosferën dhe nuk do të dëshironim ta bënim, sepse pa të ne do të vdisnin.
Por ne mund të zgjedhim të krijojmë momente kur perda bie, kur drita e fortë fiket, kur kushtet janë të duhura për të parë atë që është gjithmonë atje. Kjo është mësimi përfundimtar që qielli na mëson. Realiteti është më i pasur se perceptimi, ekzistenca është më e thellë se shfaqja, e vërteta është më e madhe se ajo që mund të shohim në çdo moment të vetëm. Por në atë kufizim qëndron jo dëshpërimi, por shpresa se ka gjithmonë më shumë për të zbuluar, gjithmonë më shumë për të mësuar, gjithmonë më shumë për të dashur. Yjet janë gjithmonë atje, duke pritur. Pyetja nuk është nëse ata ekzistojnë, por nëse ne do të krijojmë kushtet për t'i parë ato. Pyetja nuk është nëse e vërteta është atje, por nëse ne do të kemi guximin për ta kërkuar atë. Pyetja nuk është nëse bukuria ekziston, por nëse ne do të ndalojmë mjaftueshëm gjatë për ta vënë re atë. Dhe kështu, ndërsa qëndroni këtu, në këtë moment, në këtë vend, në këtë jetë, ju mbani një zgjedhje. Mund të vazhdoni të jetoni në dritën artificiale, në shurmën e vazhdueshme, në shpërqendrimin e pafund. Ose mund të zgjidhni, qoftë edhe për një moment, të fikni dritën, të krijoni heshtje, të presni derisa sytë tuaj përshtaten. Dhe në atë pritje, në atë errësirë, në atë heshtje, yjet do të shfaqen. Jo vetëm yjet në qiell, por gjithashtu yjet në jetën tuaj, yjet në shpirtin tuaj, yjet që kanë qenë gjithmonë atje, duke pritur të zbulohen. Sepse në fund, ne të gjithë jemi yje, jo në kuptimin metaforik, por në kuptimin literal. Ne jemi të bërë nga pluhuri i yjeve që vdiqën para miliarda vjetësh. Ne jemi drita që ka mësuar të shikojë veten. Ne jemi universi që ka mësuar të mrekullohet nga bukuria e vet dhe në atë mrekulli qëndron gjithë kuptimi, gjithë bukuria, gjithë shpresa e ekzistencës. Yjet nuk zhduken, ata thjesht presin natën. Dhe nata vjen gjithmonë për ata që kanë durim për të pritur, guximin për të parë dhe dashurinë për të pranuar misterin që nuk do të zgjidhet kurrë plotësisht, por që na fton për gjithmonë të shikojmë më thellë, të kërkojmë më larg, të dashuronim më plotësisht. Kjo është ftesa. Kjo është mësimi. Kjo është dhurata që qielli na jep çdo natë, nëse vetëm zgjedhim ta pranojmë atë.